Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se po vazhdon monitorimi i rregullt i cilësisë së ujit për pije në të gjithë vendin. Sipas njoftimit zyrtar, në disa zona uji nuk rekomandohet për pije, ndërsa në disa raste furnizimi me ujë është ndërprerë. Zonat e prekura ku uji nuk rekomandohet për pije janë në rajonin e Prishtinës, fabrika për trajtimin e ujit Badoç dhe Vragoli, ndërsa në rajonin e Ferizajt është hani e Lezit nga burimi i Dimcës, furnizimi me ujë është ndërprerë. Furnizimi me ujë është ndërprerë edhe në qytetin e Vitisë dhe në Kamenic, stacioni i pompimit nr. 2, Baçë dhe fshati Berivojc. Ndërsa në rajonin e Pejës është qyteti i Klinjes ku rrjeti nga Pusë dhe rrjeti nga burimi Jarin. Tutje në njoftimin e IKSHPK-s thuhet që edhe rajoni i Gjakovës, burimit të Optorushës dhe Zaçishtit nuk rekomandohet ujë për pije, ndërsa në rajonin e Prizrenit është qyteti i Malishevës. IKSHPK-u bën thirrje qytetarëve që të mos e përdorin ujin për pije në këto zona deri në njoftimin e radhës dhe të ndjekin rekomandimet e institucioneve përkatëse.